Allahu Ekber wa lillahil hamd. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Në një atmosferë festive, në prag të festës së Fitër Bajramit, banorët e fshatit Vic u mblodhen për të shënuar inaugurimin e objektit të ri të vakëfit, respektivisht mektebit. Në ceremoninë e hapjes morën pjesë përfaqësues të Myftinisë së Tetovës në krye me myftiun Hafez Selver Efendi Xhemaili, afarist, donator, autoritete vendore dhe shumë banorë të fshatit Vic, të cilët shprehen kënaqësinë e tyre për këtë investim të rëndësishëm. Ky objekt, i cili u ndërtua me mbështetjen e dashamirëve dhe donatorëve të fshatit Vic, ishte shumë i nevojshëm dhe paraqet një investim shumë të qelluar për banorët e këtij fshati, tha myftiu i Tetovës Selver Efendi Xhemaili. Fillimisht prona është blerë nga Gafur Hasani dhe është bërë vakuf. Pastaj objekti i mektebit është ndërtuar nga vëllezërit Daim Ramani, Rahim Ramani, Emin Ramani, Jumni Ramani, Avni Ramani. Objekti ka 200 metër katror, përbëhet nga salla për manifestime të ndryshme fetare, klasa të nxënësve të mektebit, një zyrë dhe pjesa e sanitarisë. I tërë projekti ka kushtuar mbi 150.000 euro. Ne jemi sot këtu në fshatin Vic për të lëshuar në përdorim vakufin e ri, gjithësisht mektepin e xhamisë së fshatit Vic, quhet vakuf i ri për arsye se toka është bërë vakuf, është bler nga familja Hasani dhe është lërë vakuf, pastaj është bërë pregaditja, domethënë prishja e atyre objekteve ekzistuese, është bërë pregaditja për ndërtimin dhe pastaj nga familja Rahmani, banor të fshatit Vic, nga vëllezërit Rahmani, është notuar objekti i mektepit, i cili ka pavarësisht mbi 200 metre katror sipërfaqe të shfrytëzueshme, ka një sallon për ceremoni të ndryshme, ka klasën e mektepit dhe zyrat e nevojshme për mektepin, kështu që sot ne bëm hapjen solemne dhe nga ky moment do të jetë në përdorim dhe në shfrytëzim të xhamatit, të besimtarëve, të banorëve të fshatit Vic. Në fund të programit për vakuf, dhuruesit, donatorët dhe kontribuesit nga ana e Myftinisë dhe Këshillit të Xhamisë së fshatit Vic u ndan mirënjohje. Falëndërime të veçanta u ndan Gafur Hasani, Daim Ramani, Rahim Ramani, Emin Ramani, Jumni Ramani, Avni Ramani, Hasbir Ibrahimi, Imran Hasani, Ismen Rexhepi, Sherafedin Hajdari.